Vazhdojmë tani me pregaditjen. Sot po pregadisim disa muffins të kripura, të lehta dhe të shpejta, ideale nëse keni një mëngjes të shpejt ose keni mysafir për një pasdite të bukur ta kaloni me ta, duke shoqëruar me çaj. Fillimisht në njërin më të madhe dhe më të thellë do të shtojmë 2 vezë të plota. Në recetën e këtyre muffinsave duhet që të përdorim kos. Kos në total do të përdorim 400 gram. Ose 2 gota nga 200 gram. Përziejmë mirë tani, derisa kosi edhe vezët të përzihen mirë dhe të lidhen bashkë. Ju lutem mos ja shkaloni këto detaje për rezultate më të mira të recetës në fund. Vazhdojmë dhe shtojmë vajin. Sasia e vajit që po e përdor është 1 gotë çaj. Gota e çajit që po e përdor unë është 150 ml. Pra në total do të shtojmë 150 ml me vaj. Gota që po e përdor unë është pak më e madhe se sa gotat standarde të çajit. Përziejmë edhe një herë para se ta shtojmë mielin. Vazhdojmë tani që ta shtojmë mielin. Miell do të na duhen 3 gota nga 200 ml plot me miell, por gotën e tretë mos e shtoni të gjithën, bleni pak anësh. Në këtë mënyrë do ta kontrolloni brumin që mos ju bëhet shumë i fortë. Vazhdojmë që ta shtojmë mielin. Gota e tretë do ta shtoj një herë gjysmën do ta lë anësh. Shtojmë një pako pluhur për pjekje dhe një lugë mesme me kryp. Përziejmë tani edhe një herë që ta kontrollojmë brumin, a e kemi mjaftueshëm të trash. Nëse ka nevojë, do ta shtojmë edhe gjysmën tjetër të gotës. E mund të vreni se nuk kemi nevojë për gjysmën tjetër të gotës me miell, pra 2 gota e gjysmë miell ishin mjaftueshëm për ta formuar brumin e këtyre muffinsave. Densija e brumit duhet të jetë kjo, për këto muffins nuk duhet që brumi të jetë shumë i hollë. Duhet kështu të jetë një brum pak më i trash, por jo edhe brum i trash, sikur kur përgatisim simita. Tani do të na duhen 150 deri në 200 gram djathë. Djathin do të vazhdojmë që ta shtypim. Lloji i djathit që unë po zgjedh që ta përdor është djathi i bardhë nga marka Ponar. Tani këtë brumi që e përgatitëm për muffins, shtojmë djathin. Përziejmë edhe një herë të fundit, derisa djathit përzihet mirë me brumin dhe vazhdojmë tani që t'i shtojmë në pjekje. Tepsin për muffins do t'a lyeni mirë me gjalp ose me margarinë. Në këtë mënyrë do të mund që t'i largoni pastaj më lehtë nga format ku do të pjekjen. Vazhdojmë tani që t'i mbushim gjitha format me brumin që e përgatitëm. Sipër vazhdojmë që t'ju shtojmë nga pak susam. Unë po i shtoj pak susam të zi. Gjithashtu do ta kombinoj edhe me pak susam të bardhë për të krijuar një ngjyrë më të bukur në sipërfaqe, që muffinsat na duken më bukur kur t'i shërbejmë. Tani vazhdojmë në pjekje. Fura është e parangruhur mirë në 220 gradë. Vazhdojmë i pjekjem ashtu në temperaturë mesatare, diku për afërsisht 20 deri në 25 minuta, derisa të shohim që kanë marrë një ngjyrë të bukur dhe të kuqremtë. Tani që janë pjekur muffinsat, lejojmë që të ftohen diku për afërsisht 5 minuta para se t'i largojmë nga tepsia. Dhe të dashur miq, muffinsat i kemi gati dhe me çka shkojnë më shumë se sa t'i shërbejmë me një çaj të nxehtë. Shpresoj që do t'i provoni edhe ju, do t'i gatuani dhe do t'i shijoni për një pasdite të bukur. Deri në video recetat e radhës, mbiteni të përshëndetur nga unë.